Kule, presidenti Matia deklaroi që ndoshta fati keq që e vuri Apollonin përballë Vllaznisë në gjysmëfinale sepse ju e meritoni ndoshta të ishte rivali i saj në finale. Po, jam dakord me fjalët e presidentit, minimumi për skuadrën time mund të ishte finalja. Pas aty në finale, ishte për një finale më e mirë, po besoj se të dyja ndeshjet do zhvilluan ndeshje shumë të mira, shumë korrekte dhe besoj se meritoi Vllaznia që shkoi në finale. E kënaqur me atë çfarë ka dhënë Apollonia këtë sezon apo prisni diçka më shumë? Dgjoj, neve i vetmi keqardhja është e vetme skuadra që ne na ka rrasë ka qenë vetëm Vllaznia. Dhe ne kemi humbur një ndeshje në tavolinë dhe për këtë jam shumë i mërzitur. Sepse skuadra ime është një skuadër e divishës, një skuadër e re, po me lojtarë shumë të mira dhe shumë të talentuara. Sot nuk, domethënë, mendoj se pjesën e dytë Vllaznia e meritoi fitore. Kule, dy ndeshje dinjitose duhet ta parojmë për Apollonin. Ndeshja e parë në Fier barazim 1-1 dhe këtu shënuat paret dhe deri në sekondat e fundit ishte ndeshja e hapur. Një prezantim dinjitos përballë Vllaznisë kampionet që konsiderohet absolute. Po, besoj se të dyja ndeshjet ishin me një nivel të mirë, dhe një ndeshje korreksi nga të dyja skuadrat. Por ndonjëherë në futboll, tani thash, Vllaznia është ekip shumë i mirë. Po edhe Apollonia nuk ngelet mbrapa. Gjithsesi uroj Vllaznisë ta fitojë titullin kampion. Emra të ri në futbollin e femrave, Partizani në finale, Gramshi, po rritë rivaliteti? Besoj se rivaliteti po rritet, por dy ekipet që janë ekipet më të mira është Vllaznia dhe Apollonia, nuk diskutohet. Thash, domethënë minimumi që ne mund të vinim në finale. Nuk besoj se vajzat e mia e meritonin që, domethënë, si ta them që duhet të ishin në finale. Nuk e meritonin që mos të ishin në finale. Ka vitet që Apollonia e shënon trofeun, do ta tentoj përsëri vitin e ardhshëm. Normale, Apollonia gjithmonë futet për të fituar dhe gjithmonë konkurenca me Vllaznin ka qenë shumë e bukur. Po siç e thash, shikojmë tani, të marrim gjërat me qetësi, të luajmë atë finalen e kupës dhe të shpresojmë. Faleminderit. Suksese. Suksese dhe juve.